Për UFO nuk votur të Komisionet që ngriheshin, unë të shi kush votoj? Pasi përgatiteshim, ja çonim me email, i mbënim edhe me shkrim, ja çonim edhe me zarf dhe i mbanim me veten tavolinë. Dhe bëni sikur dëgjoheshin, zarfat nuk kapeshin jo. Dhe ne edhe protestonim madje. I thoshim, ju kemi sjell disa vretje, disa propozime, disa sugjerime, të cilat duhet të bëhen publike. I kemi marrë dhe pa i hapur fare zarfat. Ndaj u thash, është një praktik që nuk ka funksionuar gjë për të ndryshuar ato gjërat që kanë nevojë qytetarët. Dhe këto, Agroni është idealist. Agroni e shpreson me iden, duke qenë edhe pjesë... Atere ta ngacmojun Agron. O Agron, a ka pse s'të vinë kryetarët e bashkive në takim? A këtë më thuaj mua. Po, shumë pyetje mirë. Jam kritik edhe mua më ka shqetësuar në fakt që... Po, do me për që ata shqetësojnë fare. Një pjesë e kryetarëve të bashkive të Modha Qendër Qarku e ignoruan... Justifikimi tyre mund të ishte çfarë do, por kjo më krijo një dhimbje shumë... Është komision parlamentar, sqaroje? Pikërisht për këtë arsye është komision parlamentar kur të ftohet në parlament, në një komision të posaçëm për çështje shumë të rëndësishme dhe ti të bësh arrogantin atje. Po mbase se bën arrogantin, më mbase e din që është e kopsitme. Dikush do preket me këto, nuk ka rëndësi dhe po ti hajde dëgjohu. Unë se kam parë që po preken. Po mbase kjo është e vërteta. Mu më vjen keq. Që po thot zotria. Sepse tregon autoritetin e arkitekturës së shtetit, autoritetin e tempullit. Kjo më dhem, në qoftë ne neglizhojmë pa seriozitet në çdo gjë, qoftë në shtet, në shoqëri, në media, në organizata ku punojmë, ne vetëm do rrudhemi, do rrëgjojmë tërësisht, do na humbin moraliteti i shoqërisë vetes tonë dhe do katambitem. Kjo është parim, po parimet vlen derisa funksionojnë, kur s'funksionojnë nuk vlen ma. Në momentin nuk ja di qëllimin por nuk më ka ardhur mirë. Flasim me radhë. Tani po të them një diçka, në momentin që ti më thret për një diçka që ketë kopsit me trahatume, të tegelosme, si i thëjmë ne, unë të injëroj, unë masi nuk mundë me të shasë sepse je prorim, masi në politik, masi më luhet buka gojës. Po nuk vim më burë, se nuk do vim e një lot që tuja veta se degeneroj dignitetin të më burë. Ndaj dhe nuk vim këtarë të bashkive, që unë nuk kam respekt fare për ato. Unë të thash në filmin të emisionit. Ashtu të taken për nderin në të madhë, që të vinë aty komision të dëgjohen. Si qeveritartë, ke mund nerin, unë e kam filmi mull një tavolinë me ty mërë. Hajde më thuje mendimin tënë, si e ke. Ku i mi marmër ato, mos t'ja them emrin. Ku mi marmër ato. Granatat. Ku mi marë granatat ato mërë. Ka pas kretar, kush përmend emrin më këtu, më thuj ti mund cili foli një. Që kanë folur shumë mirë, edhe kanë mbrojtë statusin e tyre, kanë mbrojtë territorin, identitetet e tyre. Një ilaç i vogël.